besimtari nga njëre nuk i kushton vëmendje dhe një punë caktuar. I do këtë punë e thjesht, i do këtë punë jo e madhe, por tek Allahu është e madhe. Andaj edhe këtë duhet ta kuptojmë kështu, se sa ka punë dvogla, që neve na duken dvogla, e i rrit Allahu te barekote për shkak të sinqeritetit dhe dashnisë. E sa ka punë të mëdha që janë të rëndësishme, por tek Allahu janë të vogla dhe të parëndësishme për shkak se nuk janë të sinqerta. Për ajo që bën një punë të madhe dhe të vogël fillimisht është sinqeriteti. E ki për hir të Allahut xhallahu ala nuk e kjo. Edhe në të kundërtën, ka disa vepra që njerëzit nuk i kushtojnë rëndësi. Në kuptim të punëve të këqija. Valla gjuna, është kjo sa i për i vogël, kjo sa është diçka, sa e të Allah më me kushtu shumë. Ka njerë që i nënqmojnë disa punë, si pas logikës e ti nuk i do këtë diçka e madhe kjo punë. Por tek Allahu është e madhe. Tek Allahu xhallahu është e madhe. Prandaj, ne duhet të ndonëz vëzër me i matë punët, me gjyku ndaj punëve ndryshme, me çka me gjyku? Me udhëzimet e Allahut te barekutaala. Nëse te Allahu është e madhe, do të më konte në e madhe. Nëse tek Allahu xhallahu është e rëndësishme, edhe tek ne duhet të jetë e rëndësishme. Tek Allahu sa është e rëndësishme, edhe për neve nuk duhet të jetë e rëndësishme. Pra ne duhet i përshtatim gjykimet tona dhe vlerësimet tona për veprat e caktuara apo për këtë veprat ti përputhim dhe ti përshtatim me udhëzimet e Allahut xhallahu ala. Kjo është kërkesë e besimit. Besimin e Allahut xhallahu ala mëson që kështu punë mi përshtat.